Sa gjëra blet me 1.000 lekë në 2013 dhe sa blet sot zoti Maziu. Kaq, është shumë thjesht. Patjetër, këtë po të them. Ky quhet indeksi i çmimeve të konsumit. Pra, kjo gjë që po tenton ta tregoj si anekdot është shkencë. Jo, ky është histori reale, jo. E di por nga anekdotat janë histori reale shpeshherë. Së fut anekdota se po të them s'të del mirë domethënë kjo. Po tentoj të shpjegoj një gjë. Po të them, quhet indeksi i çmimeve të konsumit. E prodhon në mënyrë periodike Instati dhe bën eksaktësisht që thatë juve. Mbledh mallat e shportit dhe thotë sa produkti i diferencës nga një vit në vit quhet inflacioni. Dhe inflacioni është 3%, 4% në vit. Dhe nëse mbledhim në periudhën e caktuar kohore, që do të jetë 3 vjet, 5 vjet, 7 vjet, 10 vjet, gjehet eksaktësisht produkti i këtij ushtimi që thatë ju. Sa produkte bleheshin me 10.000 lekë përpara. Të siguroj unë me shumë siguri që nuk është 2.5 herë. Pra, rritja e ekonomisë shqiptare, e cila është e zhveshur nga elementet inflatore, është shumë herë më e madhe se sa rritja e inflacionit. Pra, nëse neve kemi pas prodhuar ekonomi 9.5 miliardë euro para 12 vjetësh, sot prodhojmë 25 miliardë euro. Po, e di këtë. Kjo shifër tregon, kjo është rritja ekonomisë. Më shumë se sa 2,5. Më shumë se 2,5. 2 herë e gjysmë. Nuk është pagat janë rritur 2 herë e gjysmë. Nuk janë rritur çmimet 2 herë e gjysmë.